Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa ala al-jami' al-anbiya'i Allahi wal mursalin. Me emrin e Allahut të gjithëmëshirshmit, mëshirëplotit. Falënderimet më të sinqerta janë për Allahun e madhruar. Paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhammad, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut të madhruar. Të dashur vëllezër dhe motra, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Selam aleikum rahmetullahi wa barakatuh. Paqja, bekimet, mirësi dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ju. Në vazhdim të rubrikës Ti pyet, Kurani përgjigjet, sot do t'i përgjigjemi pyetjes çfarë thot Kurani për edukimin e fëmijëve. Në ajetin 21 të surës At-Tur, Allahu i madhruar thot: Bismillahirrahmanirrahim. Walladhina amanu wattaba'athum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatahum. E ata që besuan dhe pasardhësit e tyre i ndoqën në besim, ne do t'i bashkojmë me pasardhësit e tyre. Ky ajet tregon se besimi dhe edukimi i drejtë i fëmijëve ka ndikim si në këtë jetë, ashtu edhe në jetën tjetër. Të dashur vëllezër dhe motra, një nga amanetet e mëdha që Allahu i ka dhënë njeriu në këtë jetë është edukimi i fëmijëve. Fëmijët nuk janë vetëm një dhuratë, por ata janë edhe përgjegjësi. Fëmijët janë si një tokë e pastër ku mbillet ajo që ne u japim, siç është besimi, morali, dashuria, dituria. Dhe nëse i neglizhojmë fëmijët, mund të mbillet në to sjellja e keqe, dobësia dhe vijimi. Kurani i shenjtë nuk e sheh fëmijën vetëm si një individ që duhet ushqyer dhe veshur, por e sheh si një shpirt që duhet edukuar për ta njohur me Allahun dhe për të ndërtuar një jetë të mbushur me vlera të larta. Kurani i shenjtë thotë se prindrit e kanë detyrë të ruajnë fëmijët e tyre dhe familjen e tyre. Në jetin 6 të surës Tahrim, Allahu i madhuar thotë: Ja ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. O ju që keni besuar, ruajeni veten dhe familjet tuaja nga zjarri. Ky ajet nuk do të thotë vetëm t'i mbrojmë fëmijët nga rreziqet fizike, por edhe nga shkatrimi shpirtëror dhe moral. Prindrit duhet të pyesin vetët e tyre se çfarë i mësoi fëmijës së tij, çfarë shembulli i dha. A e njohu apo a ja mësoi fëmijës njohjen me krijuesin, Allahun fuqiplot? A ja mësoi të jetë i sinqert, i vërtet, i drejt dhe i mëshirshëm në jetën e tij fëmija? Edukimi i fëmijës nuk fillon me fjalët, por me shembullin. Fëmija mëson më shumë nga sjellja e prindrit sesa nga këshillat e tij. Për këtë, prindrit duhet të jenë pasqyrë shembullore për fëmijët e tyre në sjellje, në komunikim, në bashkëpunim. Në Kuranin e shenjtë flitet
edhe për edukimin e fëmijëve. Dhe këtë e gjejmë tek shembulli i Lukmanit në edukimin e djalit të tij. Dhe në Kur'an pra kemi një sure të posaçme që mbart emrin sure Lukman. Një sure pra e cila përmban mjaft mësime të hyra për jetën tonë. Dhe ndër ato mësime është edhe se si t'i edukojmë fëmijët tanë. Dhe një nga modelet më të bukura të edukimit të fëmijëve në Kur'an është këshilla e Lukmanit për djalin e tij. Sa mirë do të ishte që prindrit t'i lexonin këto këshilla që gjenden pra në surën Lukman, me qëllim që të përfitojnë prej tyre dhe t'i edukojnë fëmijët e tyre bazuar në këto këshilla të Lukmanit të urtë. Në këto ajete thuhet atë surës Lukman përsëri. Kujtoje kur Lukmani i tha të birit, duke e këshilluar: o birim, mos i shoqëro Allahut asgjë në adhurim. Padyshim, idhujtaria është një padrejtësi shumë e madhe. Në këtë ajet vërejmë se Lukmani nuk filloi me urdhra të ashpra, por ju drejtua birit të tij me dashuri, duke i thënë: o birim. Kjo tregon se edukimi islam ndërtohet mbi dashurinë, afërsinë dhe respektin ndaj fëmijës. Më pas, Lukmani i thot të birit të tij: mos i shoqëro Allahut asgjë në adhurim. Padyshim, idhujtaria është një padrejtësi shumë e madhe. Gjëja e parë që prindrit duhet të mësojnë fëmijëve është njohja me krijuesin e tyre, se ai është një i vetëm dhe i pashoq. Fëmijës duhet i mësohet se ato e ka krijuar Allahu i plotfuqishëm dhe nuk e ka preardhë nga majmuni. Më pas, Lukmani i urtë vazhdon duke këshilluar birin e tij, duke i thënë: o birim, pra përsëri me atë metodën e butë, të ëmbël, të mbushur plot dashuri dhe respekt. I drejtohet pra të birit dhe i thot: o birim, krye namazin, pra fale namazin, urdhëroje të mirën, pengoje të keqen dhe bëhu i durueshëm për çfarëdo që të godet. Me të vërtet, ky është thelbi i patundurit të gjitha punëve. Ky ajet na mëson pra se namazi është lidhja e njeriut me Allahun, me krijuesin. Na mëson urdhërimi për të mirë, për të mirën është përgjegjësia ndaj shoqërisë. Ndalimi nga e keqja është mbrojtja e fesë, e moralit dhe e shoqërisë. Ndërsa durimi është forca që e bën njeriu të qëndrojë pa lëkundur përballë provave. Kur fëmia edukohet me këto 4 cilësi, ai ecën në rrugën e njerëzve të drejtë, e njerëzve punëmirë dhe fiton suksesin në këtë botë dhe kënaqësinë e Allahut në botën tjetër. Namazi nuk është vetëm një veprim fizik, por edukimi i shpirtit. Namazi mëson fëmijës disiplinën, pastërtinë,
dhe kujtimin e Allahut fuqiplot. Pra, Kurani i kushton rëndësi të madhe moralit. Dhe për këtë, ai pra na urdhëron që të pajisemi me moralin më të mirë dhe t'i edukojmë fëmijët tanë me moralin më të mirë. Këtë e dëshmojnë edhe fjalët e Lukmanit të Urt, kur ai i drejtohet djalit të tij duke e këshilluar. Dhe i thot: mos i trajto njerëzit me nënçmim. Pra, të mësohet fëmijëve që t'i vlerësojnë njerëzit, mos të nënçmojnë askën, mos të përduzin askën. Më pas i thot: dhe mos ecë në tokë me mendjemallësi. Fëmia të edukohet me thjeshtësinë, me modestinë, sepse mendjemallësia çon në tiraninë. Mendjemallësia të largon nga njerëzit dhe nga Zoti. Dhe më pas Lukmani thot të bijtë e tij, thot: pra mos ecme në tokë me mendjemallësi, se Allahu nuk i do mendjemdhënjt dhe mburracakët. Allahu don njeriu e thjesht, njeriu me modest, njeriu e përulur. Më pas Lukmani i thot të bijtë të tij: ec me kujdes e i përmbajtur. Pra, ec me modesti në rrugë kudo që t'jesh. Dhe fol me zë të ulët, se zëri më i vrazhd është zëri i gomarit. Në këto dy ajete, Allahu na mëson se madhështia e njeriut nuk qëndron në krenari, mendjemallësi, por në përullësi, në sjellje të hijshme dhe në fjalë të matura. Kështu duhet të edukohen pra edhe fëmijët. Të edukohen që të jenë të përullur, të jenë modest, të jenë mbartës të sjelljes së hijshme dhe kur të flasin me maturi. Ai që është i përullur para Allahut është i sjellshëm me njerëzit dhe ruan edukatën në të folur, fiton dashurinë e Allahut dhe respektin e njerëzve. Kur fëmia edukohet me këto veti të larta morale, padyshim që do të jetë i dobishëm për veten, familjen dhe shoqërinë e tij. Sipas Kuranit, fëmia pra duhet të edukohet me drejtësinë, mëshirën, durimin, respektin për të tjerët, ndershmërinë, sjelljen e mirë, përullësinë. Sot, shumë fëmijë dinë shumë gjëra për botën, për shkak të teknologjisë moderne, rrjeteve të ndryshme sociale, por ata nuk dinë si të kontrollojnë zemrimin, si të respektojnë prindërit dhe njerëzit që i rrethojnë, si të jenë të përgjegjshëm, nuk dinë të komunikojnë. Ata u lërasin, shajnë dhe ofendojnë. Prandaj, edukimi nuk është vetëm të bësh fëmijën të suksesshëm në shkollë, por ta bësh atë njeri të mirë në jetën e tij. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi është shembulli më i madh i dashurisë ndaj fëmijëve. Transmetohet se ai i puthte niprit e tij, Imam Hasanin dhe Imam Husejnin Pasha që u mbita. Një person e paktë dhe i tha profetit: unë kam 10 fëmijë dhe nuk kam puthur asnjërin. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi ju përgjigj: kush nuk më shiron, nuk më shirohet. Islami nuk e pranon edukimin me ftohësi dhe dhunë. Fëmia ka nevojë të ndjejë se është i dashur, sepse
Zemra që mbushet me dashuri është më e gatshme të pranoj këshillën. Asnjëherë të mos neglizhohet edukimi shpirtëror i fëmijës. Sa mirë prindrit, sa po ka temperaturë ose smuret pak fëmia nga frika, me njëherë nxitojnë për ta dërguar tek mjeku apo në spital. Vallë, a ndodhet kjo frikë tek prindrit për të ardhmen e fëmijëve apo nesër para Allahut për në jetën tjetër? Këtu e shpëton nga sëmundja, nga temperatura e lartë. Po në atë botë, kush do ta shpëtoj nga vetmia dhe nga nxehtësia e zjarrit fëmijën tënd? Je ti o prind, nëse edukon atë me edukatën e drejtë, me edukatën që dëshiron krijuesi, e ke shpëtuar si në këtë jetë ashtu edhe në jetën tjetër. Sot, pra shumë prindër shqetësohen për ushqimin e fëmijëve, shkollën, profesionin, të ardhmen ekonomike. Sigurisht që të gjitha këto janë të rëndësishme, por pyetja më e madhe është, a do të jetë fëmija im në rrugën e krijuesit? A do të jetë prej banorëve të xhennetit? A do të jetë afër Allahut në jetën tjetër? Fëmija i mirë është gëzim, jo vetëm për syrin, por për zemrën dhe për shpirtin. Prindi duhet ketë kujdes me ndikimin e kohës tek fëmija. Në kohën e sotme, fëmijët përballen me shumë ndikime, siç janë rrjetet sociale, kultura të ndryshme, modele pa moral, humbja e vlerave familjare. Prandaj prindrit nuk duhet vetëm ta ndalojnë fëmijën, por duhet të ndërtojnë një alternativë të bukur, si për shembull lidhja e fëmijës me Kuranin, dashuria për namazin, shoqëria e mirë, biseda të hapura, shembull personal. Një fëmijë që rritet me dashurinë e Allahut në zemër është më i fortë përballë sfidave. Të dashur vëllezër dhe motra, fëmijët janë amanet nga Allahu. Ata nuk janë vetëm pjesë e së tashmes, por janë ndërtuesit e të ardhmes së vendit dhe të shoqërisë. Edukimi i vërtet sipas Kuranit fillon me besimin në Allahun, me dashurinë dhe mëshirën, me namazin, me moralin dhe sjelljen e mirë dhe me shembullin e prindërve. Dhe të mos harrojmë se një fëmijë edukuar mirë mund të bëhet një burim i mirësisë për familjen dhe për shoqërinë. Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, ka thënë, zemra e fëmijës është si toka e papunuar, çfarëdo që të mbillet në të, ajo e pranon. Prandaj, le të mbjellim në zemrat e fëmijëve tanë besim, dashuri, dituri dhe moral, që ata të jenë dritë për familjet tona dhe për shoqërinë. Le të lutemi, siç na mëson Kurani në ajetin 74 të surës Al-Furqan, e të themi: Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. O Zoti ynë, na dhuro nga bashkëshortet dhe pasardhësit tanë kënaqësi të syve. O Allah, na ndihmo të edukojmë fëmijët tanë në rrugën tënde dhe bëj ata prej robëve të tu të mirë e të sinqertë. Allahu ju ruaj ju, familjet tuaja, kudo që t'jeni. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, bekimet, mirësi dhe mëshira Allahut qofshin mbi ju.